respekto shefin. Në emisionin e kaluar falem për punën, për punëtorin, për detyrat dhe përgjegjësitë që duhet me i kuptu në formën më serioze. Tani dëshirojmë të bisedojmë dhe të japim disa këshilla dhe porosi për një aspekt tjetër në relacionin mes punëtorit edhe shefit, apo përgjegjësit, apo eprorit, apo si dush thuaj. Respektimi i tjetrit në Islam është padyshim një vlerë dhe një virtyt i cili ka bazë në aspektin shariatik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin shumë të njohur: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Thot pejgamberi sa nuk është prej muslimanëve ai i cili nuk i mëshiron të rit dhe nuk i respekton të vjetrit. Ky hadith në kuptimin e përgjithshëm nënkupton që respektimi i tjetrit është një prej vlerave dhe virtyteve më të mëdha islame. Kur jemi tek respektimi, kjo mund të jetë e ndryshme. Respektimi përballë të tjerëve mund të jetë i ndryshëm dhe mund të jetë për motive të ndryshme. Por ne tani dëshirojmë të flasim për raportin dhe relacionin mes punëtorit dhe përgjegjësit të tij, eprorit të tij, shefit të tij, kujdestarit të tij e kështu me radhë. Andaj nga mësimet e përgjithshme islame neve na del përfundimi se punëtori apo punëtorët gjithmonë duhet të tregojnë kujdesin dhe respektin për eprorët e tyre. Kur jemi tek respekti i eprorit, dua të përmendi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku Rasuli sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal-mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun fi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal-khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Thot pejgamberi sa, çdo kush prej juve është përgjegjës për kopin e tij, për përgjegjësinë e tij. Pastaj thot i pari i muslimanëve është përgjegjës për kopën e tij dhe do të jetë i pyetur për këtë. Pastaj njeriu është përgjegjës për shtëpinë e tij, i zoti i shtëpisë është kujdestari dhe do të jetë përgjegjës dhe është përgjegjës për shtëpinë dhe familjen e tij. Gruaja është kujdestare për shtëpinë e burrit dhe është përgjegjëse për familjen e saj. Ajo që ka neve na intereson është tani: "Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'." Shërbetori, në këtë rast ne mund të themi punëtori, është përgjegjës në pasurinë e zotriut të tij, e prorit të tij, kujdestarit të tij, dhe ai është përgjegjës për të. Do të thonë, hadithin e kemi sjellë si argument për me e faktu dhe për me dëshmu se punëtori në vendin ku punon dhe në vendin aty ku fiton për me mbajt dhe me ushqy familjen e tij, duhet me kuptu se ai është përgjegjës për punën që është besu, dhe këtë duhet me e kuptu si emanet. Andaj edhe duhet të respektoj kujdestarin, eprorin, përgjegjësin dhe shefin e tij. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam, në hadithin e Enesit, thot Enesi radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhi salam çdo herë kur na ka fol, na ka porosit gjithmonë në ligjëratat e tij, në hutbet e tij, e ka patur zakon dhe e ka përsërit në fjalë duke thënë: "La imana man la amana lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Nuk ka iman, nuk ka besim ai i cili nuk ka bes, nuk ka emanet, ndërsa nuk ka fe ai i cili nuk e mban besën dhe zotimin. Këtu flitet domethënë për emanetin dhe besën, besnikrin, emanetin në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, në kuptimin e përgjithësisë dhe në kuptimin e ahdit bes zotim, ai i cili nuk e respekton zotimin, besën. Për ato pejgamberi sa, domethënë, ka mohu imanin dhe fen për ato njerëzve që guxojnë dhe prekin dhe shkelin mbi këto vlera. Po ashtu edhe një prej lutjeve të pejgamberit alayhis salam është: "Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-dajij wa a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha
bi'sal bitana. Thot pejgamberi alayhis salam në këtë lutje të cilën na ka mësuar pejgamberi sa është një lutje e mrekullueshme, o Zoti im, un kërkoj mbrojtjen teje, kërkoj mbrojtjen tënde prej urisë sa shoqërues i keq edhe i sikletshëm është uria në shtrat. Pejgamberi sa këtu nën kupton se nëse njeriu bie në shtrat i uritur, atëherë edhe gjumi nuk e ka. Dhe thot pejgamberi sa, dhe o Zoti im, un kërkoj mbrojtjen tënde prej tradhtisë, prej jo përgjegjësisë në këtë rast, prej jo respektit në këtë rast për temën tonë, fa innaha bi'sal bitana, se tradhtia, jo përgjegjësia, jo respekti, jo nderi është një shoqëri shumë e keqe, kështu sikur pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar. Elusim Allahun te baraka wa taala që të përmirësoj raportet në relacionin punëtor dhe e paror, dhe lusim Allahun dhul xhelal që të vetëdijsohen të gjithë ata të cilët punojnë në çfarë do punë qofshin ata, në çfarë do aspekti, që të vetëdijsohemi dhe të japim maksimumin tonë dhe të organizohemi dhe të arrim të jemi të suksesshëm si shoqëri në përgjithësi deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi